Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Në fillim të korrikut të këtij viti pritet të nisë ndërtimi i pjesës së dytë të autostradës Shkup-Blac në Maqedoninë e Veriut. Siç bëhet e ditur, është përfunduar vlerësimi dhe përzgjedhja e kompanisë. Aktualisht po punohet procedura e ankesave në shkallën e dytë. Pas përfundimit të saj pritet të fillojnë punimet ndërtimore. Sipas vlerësimeve të reja, projekti pritet kushtoj rreth 215 milionë euro. Autostrada Kërçov-Or pritet të vihet në përdorim në 3 mujorin e parë të vitit 2027. Për përfundimin e këtij projekti janë siguruar 175 milionë euro si ua nga bankat vendore. Sipas kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Histra Mickovski, projekti është përfundimisht i mbuluar financiarisht, ndërsa punimet në terren po vazhdojnë me qëllim përfundimin e kësaj autostrade. Së bashku me autostradën Shkup-Blac, si dhe segmentet e korridorit të 8, kryeministri thekson se në gjysmën e dytë të këtij viti do të punohet njëkohësisht në 6 projekte autostradash. Kryetari i Komunës së Çajerit premton se po fillon procedura zyrtare për zbatim në një projekti mbi transformimin e hapësirës mbi sheshin Skënderbeu në Shkup në një bibliotekë moderne shqipe. Nisma njoftua me rastin e mbylljes së panelit të librit shqip në Shkup. Sipas Mexhitit, biblioteka e re do të jetë një hapësirë moderne shumë funksionale, përshtatur për nevojat e studentëve, studiuesve akademik, si dhe të gjithë qytetarëve që kërkojnë mundësi të reja për arsim dhe zhvillim kulturor. Qëllimi ynë është që hapësira mbi sheshin Skënderbeu, ku ekziston një konstruksion me potencial të transformimi, të marrë një funksion të ri kulturor dhe arsimor. Duam që ajo hapësirë të shndrohet në një leximore dhe bibliotekë moderne, vend ku të rinjtë do të mund të lexojnë, studiojnë, hulumtojnë, punojnë, takohen me autorë dhe të krijojnë ide të reja. Ajo duhet të jetë një qendër e gjallë e dijes, vend për nxënës dhe student, vend për promovime, debate dhe mbrëmje letrare, vend për librin shqip, por edhe për dialog kulturor. Projekti do të pasurojë jetën kulturore në komunën e Çajerit dhe se do të mundsojë qasje më të lehtë në literaturën në gjuhën shqipe. Gjykata e Apelit në Kosovë hedh poshtë ankesën e komunës Prishtinës lidhur me çështjen e lejes mjedisore për ndërtimin e parkut Aventura në parkun e Gërmis. Sipas qendrës për raste gjyqësore strategjike, Apeli ka konfirmuar aktgjykimin e gjykatës themelore në Prishtinë, e cila kishte anulluar lejen mjedisore të lëshuar nga komuna e Prishtinës për këtë projekt. Me këtë vendim, konsiderohet të mbyllur betejë ligjore, duke shpallur të pavlefshme lejen për realizimin e projektit Parku i Aventurave në zonën e mbrojtur të parkut të Gërmis. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Bekim për Shqipërinë, Vionta komentoi Edi Rama investimin në zvërnec për familjen e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe të dy vëllezërve arab Al Kayat. Në intervistë për median Al Jazeera, kryeministri i Shqipërisë deklaroi se kur nuk ka qenë në pikpyetje nëse ky investim do ecte ose jo përpara. Rama sqaroi se nuk bëhet fjalë për një tokë publike që qeveria po e jep apo po e shet, por për një pronë private. Sipas tij, qeveria nuk ka asnjë lidhje me këtë projekt, i cili është totalisht një investim privat nga dy vëllezërit arab Al Kayat, që arrin vlerën e 4 miliardë dollarëve, kur prodhimi i brendshëm bruto i vendit është rreth 27 miliardë euro. Vijon protesta në kryeqytetin e Shqipërisë. Mijëra qytetarë u mblodhën në rrugët e Tiranës, fillimisht në sheshin Skënderbeu dhe më pas marshuan drejt godinës së kryeministrisë. Protestuesit mbanin në duar flamuj dhe pankarta me thirrje kundër qeverisë dhe klasës politike në tërësi. Rama jep dorëheqjen, mos u përçani, poshtë patronazhistët, Rama ik, ishin thirrjet që shoqëruan protestën e SH-s në mbrëmje. Shumica e qeverisëse në pushtet në Shqipëri shpreh interes për të vendosur në fuqi mekanizmin e referendumit. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla në një takim në Zvicër me kancelarin e kantonit të Bërnës, Christoph Auer, informoi se synimi ishte marrja ekspertizë zviceriane për ligjin për referendumet i propozuar disa javë më parë. Balla theksoi se Zvicra është vendi model në botë për përdorimin e referendumeve për çështje kushtetuese të përgjithshme dhe vendore. Ai informoi se bashkë me deputet, drejtues të KQZ-s dhe përfaqësues të OSB-s po zhvillojnë takime për të marrë eksperiencën ligjore zviceriane në këtë drejtim. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.